Louise Ailey ka surprizuar fansat me një paraqitje të papritur në ambientet e emisionit të humorit Portokalli, ku bashkëshortja e tij Chiara Tito do të shfaqet si moderatore në premierën e re të së dielës. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Louise shihet në sken pranë orkestrës, i buzëqeshur dhe në humor të shkëlqyer, ndërsa këndon dhe ndërvepron me muzikantët në një atmosferë shumë të gjallë. Pamjet kanë bërë xhiron e rrjetit duke u shpërndarë menjëherë nga fansat dhe faqet e ndjekura, të cilët kanë vlerësuar prezencën e tij si një shenjë të qartë mbështetjeje për Chiarën në këtë hap të rëndësishëm të karrierës së saj televizive. Louise, i cili njihet për karizmën dhe spontanitetin, ka marrë për zemër publikun që nga dalja e tij nga formati i Big Brother dhe çdo paraqitje e tij është një ngjarje në vetvete, por këtë herë, vëmendja u dyfishua pasi ai ishte në rolin e një burri të dashur që i qëndron pranë bashkëshortes në momentet e saj profesionale. Videoja e publikuar nuk ka pasur nevojë për shumë fjalë, sepse vetëm pamja e Louisit në sken mjaftoi që rrjetet sociale të shpërthenin në komente dashurie, mbështetje dhe entuziazëm, me ndjekës që shkruanin se ata janë shembulli më i bukur i një çifti modern që përkrah njëri tjetrin në çdo hap. Ndërsa e diela po afrohet dhe publiku pret me padurim të shohë Chiarën në premierën e saj në Portokalli, paraqitja e Louisit në prapasken u pa si një ogur i mirë dhe një motivim i madh për të. Ata që i ndjekin prej muajsh e dinë mirë se lidhja e tyre është ndërtuar mbi dashuri, përkushtim dhe mbi të gjitha, mbi një marrëdhënie që mbështetet çdo ditë me gjeste të vogla, por me kuptim të madh. Edhe një herë, Louise tregoi se është jo vetëm një artist me talent, por edhe një partner me zemër të madhe.